Isha nga ndër shqiptarët e parë sommelier në Firenze. Firenze koni miliona euro, unë 26 vjeç nuk kisha miliona euro. Sot e kësaj dite kemi një pikë në Shqipëri, një në Itali, bashkëpunoj me kompaninë në Kosovë. Rrugtimi im është i ngjashëm me shumë shqiptarë, besoj që kanë ardhur emigrantë, kush vetëm, kush me familjet. Unë aso kohë në 2005 isha i vogël, kështu që erdha me familjen, isha gati rreth 16 vjeç. Fillimisht ka ardhur prindit e mi, më pas jemi bashkuar unë dhe vllai. Kemi jetuar disa për një vit rreth në Ancona, pastaj jemi bashkëafruar me të afërmit që kemi këtu në Firenze. Si çdo kush, kishim nevojë të jepnim një dorë familjes, që të bëheshim, që të jepnim ndihmën në shtëpi, kështu që edhe unë u mundova të kontribuoj, la studimet për një periudhë. Edhe kam bërë shumë lloj pune në fillim, si çdo kush, nga murator në catering, ullin, disa lloj pune. Pastaj Firenze, duke qenë e fokusuar në turizëm, ofron punë në këtë lloj sektori, hore ka më thënë hoteleri, turizëm, restorante. Pata fatin të gjej punë në një restorant të famshëm fiorentin, restorante Giannino San Lorenzo, ku kalova shumë vite, aty u instruktova, domethënë. Filla si kamarier thjesht, familja Bartoloni Ricardo, që ishin Fiorentinas, restaurator tradicional për vitesh në Firenze, më mbajtën si fëmijën e tyre, kështu që pata fatin të kem mbështetje morale, profesionale, formative, nga persona të mirëfillt dhe të profilizuar në këtë sektor. Pastaj u rrita me kalimin e kohës, u apasionova mbas kësaj pune, u profilizova, bëra kursin e sommelierit. Isha nga ndër shqiptarët e parë sommelier në Firenze, bëra dhe master në Bordeaux, në INAO, Institut Nacional d'Operacion de Regime. Mbas disa viteve vendosa të bëj eksperjenca tjera, kështu që me Ricardo Bartoloni u ndan rrugët, por prapë sot e kësaj dite jemi shok. Dhe vazhdova punën në restorante të tjera. Derisa vendosa të krijoj diçka timen, dhe zgjodha Skandicin, jo se në Skandici ka diçka më të veçantë nga Firenze, thjesht se në ato kohë nuk kisha mundësi të hapja restorant në Firenze. Firenze koni miliona euro, unë 26 vjeç nuk kisha miliona euro. Po ti kisha, nuk e di do kisha hap restorant apo jo. Kështu që u gjenda këtu, këtë mundësi ma dha një ish pronarim, hapëm të dy bashkë fillimisht. Ishte thjesht një apartament i vogël, që pastaj ndër vite e zmadhuam, e zbukuruam, e profilizuam në atë që është bota mishit, edhe sepse gjindemi në Firenze. Fillimisht nuk ishte e vështirë, sepse ne sollëm një nocion të ri këmbvështrimit mishit. Këtu një vetëm bisteka alla Fiorentina, e pjekur në një lloj mënyre dhe e trajtuar në një lloj mënyre tradicionale. Unë duke u apasionuar ndaj mishit, u bëra disa kurse formatimi, ndoqa disa persona të apasionuar mbas kësaj bote dhe kuptova që mund të punoj shumë në përmirësimin e produktit final, duke filluar nga zgjedhja e produktit, mënyra se si është rritur kafsha, mënyra se si maturohet, dhe mënyra se si piqet. Dhe fillimisht, duke punuar me persona me banor të zonës, nuk ishte kollaj. Por patëm besim të ku, ndër vite pastaj krijohet domethënë dhe imazhi, krijohet branding. Dhe duke provuar, duke përmirësuar, derisa arrita në një pikë që kuptova që për të pasur konstancë këtë lloj produkti duhet kisha vetë i pari që të trajtoja lëndën e parë, domethënë mishin. Avash fillova duke u informuar si funksionon importimet, me një dhomë frigorife të vogël, pastaj u bën 2, 3, derisa krijova kompaninë time të distribucionit. Sot e kësaj dite kemi një pikë në Shqipëri, një në Itali që është pika kryesore dhe së fundmi kemi hapur dhe një pikë furnizimi në Poloni, që janë tonat. Plus bashkëpunoj me kompani në Ballkan në Kosovë, Premium Meat Montenegro në Malzi, Sevre Meat është në Kosovë.
plus eksportojmë në disa vende tjera, por nuk janë filiale tona të drejtë për drejtë. Ne kemi shumë klientë shqiptarë. Thjesht shqiptari, kur vjen te shqiptari, shikon ka i këndvështrim tjetër, fillon gjej ku ka mungesa, ku mund gjej ai gjë me shazi, si në përdasma, pak a shumë. Fillimisht ishim ndërparët, por është bërë, do thonë, bota e miqit për fat ton, si distributor, është modernizuar dhe aktualisht ka shumë persona, shumë restorante, shumë aktivitete që janë fokalizuar të ky lloj formati dhe ekspozicioni miqit mund të gjendet në shumë vende. Thjesht ne kemi shumë lloshmëri, jemi dora parë nga kafsha si rritet, te fabrikat tona përpunohet, plus ka një seleksion të lartë për restorantin tonë, normalisht se mundohemi të sjella gjë më të mira në shtëpinë tonë. Besoni në vetvete ka gjithmonë diçka pozitive në çdo lloj problemi ose në çdo lloj vështirësie që mund na japi jeta. Do ta shikojmë gotën gjysmë plot, jo gjysmë bosh. Ajo është kryesore, pastaj normalisht ndiqni pasionet dhe rrethoni nga persona të mirë që mund mësoni diçka.